Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndrimi do kanë Allahut, paqja e lavdërimit i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me kapitullin e 15 në librin e njohur të Ecës mbi gjurmët profetike. Është dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është prej imanit. Në hadithin që e transmeton Enesi radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Pra në hadithin e Enesit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk beson askush për jush derisa të jem më i dashur tek ai se sa fëmijët e tij, prindërit e tij dhe të gjithë njerëzit. Pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar shkallën e dashurisë që duhet jetë më e larta se çdo njeri tjetër. Pra dashuria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk krahasohet me dashurinë për prindin, për nanën, për vllajën, për motër, sepse është dashuri e veçantë. Pra dashuria për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është bindje, është adhurim, është madhërim i pozitës së tij profetike, prandaj nuk krahasohet me njerëzit e tjerë. Në hadithin tjetër që transmeton Abdullah bin Hishamin, qal kunna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab. Një ditë ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e kapi prej dorë Umar bin Khattabin radhiyallahu anhu, fa qala lahum Umar, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli shay illa min nafsi. I thot Omeri, o i dërguari i Zotit, ti je për mua më i dashuri se të gjithë përveç vetes time. Dhe i thot pejgamberi, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi. Jo pasha atë cilin ka në dorë shpirtin tim. Hatta akuna habba ilayka min nafsik, derisa të jem më i dashur për ty se sa vetja jote. Fa qala lahu Umar, i thot Omeri radhiyallahu anhu, fa innahu al'an, tash ti po i dërguari i Zotit, tani po, wallahi la anta habba ilayya min nafsi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al'an ya Umar. Pastaj Umar i thot, tash i po i dërguari i Zotit, jam më i dashur për mua dhe sa vetja ime. Dhe ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tashi po Umar, tashi pra po. Pra që tashi arrite gradën e lartë i marrjes të besimit, që unë të jem më i dashur për ty se sa vetja jote dhe gjithë njerëzit e tjerë dhe çdo gjë tjetër në këtë botë përveç Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin e Abu Hurairës thot anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Pra nga njerëzit që më së shumti më duan mua prej ummetit tim, thot pejgamberi, janë njerëz që do të vinë pas meje, sa që do të dëshironin që të më shikonin dhe që tisha më i dashur për ta se sa vetë pasuria e tyre dhe familja e tyre. Tisha më i dashur për ta, më fali, se sa vetë familja dhe pasuria e tyre. Pra që nuk ka të krahasuar në këtë lloj dashurie me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, qoftë ajo pasuria apo të afërmit tan, sepse ai vjen nga pozitë tjetër, nuk është pozitë thjesht njerëzore, prandaj quhet Abdullahi wa Rasuli, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Pra ai ka cilësinë e profecisë, i zgjedhur prej Zotit subhanahu wa taala për gjithë njerëzimin, i mëshirshëm me gjithë njerëzimin dhe vula pejgamberëve të Allahut alayhi salatu wassalam. Në një hadith tjetër të Abu Dharrit që transmeton Imam Hakimi, annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inni uhibbukum ahla al-bayt. Një ditë Abu Dharri radhiyallahu anhu shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, unë ju dua o ju familjarët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberi alayhi salam, Allah, pra na do për hir të Allahut, vërtet pra na do për hir të Allahut. Fa i thot Abu Dharri, Allah, vërtet ju dua për hir të Allahut. Fa qala fa'idda lil-faqri tijfafan. فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من سيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. Prandaj përgatit kundër fukarallëkut një mburoje, sepse vërtet fukarallëku është më i shpejt për tek ata që na duan neve, se sa rrjedha e ujvarës që zbret nga lart poshtë. Pra kur zbret me vrull të madh, me vërshim të madhe. Prandaj i mësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nëse mburoja më mirë kundra fukarallëkut, cila është dashuria ndaj meje.
siç ka ardhur në disa transmetime, salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na shtojnë rrezikun dhe begatin pavarësisht a saksohen apo jo, pra për kuptimin e përgjithshëm të hadithit që dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam largon dhe fukarallahun, është mbrojtje kundër fukarallahut dhe salavatet nga pejgamberi alayhi salatu wasallam gjithashtu. Pra lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë për atyre njerëzve që e duan Allahun dhe duan pejgamberin alayhi salam. Në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi al-mar'u ma'a man yuhib, burri personi do të jetë me atë që ai e do. Dhe ne lutim Allahun që të jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit, duke qenë ai ndërmjetësuesi jon. Në hadithin tjetër, hubbu alladhi hudda fil khamr, dashuria e tij i cili është ndëshkuar për shkak të kujt, për shkak të pirjes së alkoolit. Kur e pyetën që edhe mallkuan disa sahabe, ai tha unë dua Allahun dhe pejgamberin, e dua Allahun dhe pejgamberin, edhe pse ai pra pinte alkool, e donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra po ashtu fi hubbi ma kana li yuhibbu Allah, yuhibbu Rasulullah, po ashtu do të jetë personi i cili është në atë rrugë që e do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë që don pejgamberi e doëm dhe neve, dhe atë që ka urren i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam e urrejmë dhe neve. E lutim Allahun azza wa jall që na shtoj imanin dhe dashurinë për pejgamberin alayhi salatu wasalam deri në ditën që të takojmë atë në xhenetet e larta. Assalamu alaikum wa rahmatullah.